Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin e radhës, I cili siç e dini tashmë quhet Rishtazi, dhe na gjeni në platformat e gazetës Koha, gazeta online, koha.mk, gjithashtu në kanalin e YouTube-it Gazeta Koha dhe në rrjetet sociale të gazetës Koha. Dhe sot të ftuar në podcast kam Izet Mexhitin, njeriu që lëkundi BDI-n, solli ndryshimin, u bë zëvendës kryeministër I parë, por tani do që sërish të bëhet I pari Çajirit ose Rishtazi në Çajir, ta përdorim emrin edhe emisionit. Faleminderit shumë që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për hapësirë. Bashkë me mua do t'jenë edhe dy kolegë, mund t'i them tani, Xhenur Riseni, politolog, dhe Vedat Mehmetaliu, kryeredaktori I gazetës Koha. Faleminderit për të zhvilluar një debat siç e kemi dhe filluar, që të jetë I qëndësishëm, të sjell ide dhe sigurisht edhe të provokoj pse jo me deklaratat që do të bëhen këtu. Dhe do ta filloj pikërisht Izet Mexhiti me pyetjen pse më mirë në Çajir se sa në qeveri? Mendoj që edhe fillim kur solla vendimin, domethënë elaborova. E para nuk duhet të harrosh prej ku vjen. Domethënë krejt mbështetjen, fuqinë politike e kam marrë nga Çajiri. E dyta, pra me drejt apo pa drejt nga opozita shqiptare, pra këto u paraqiten si zgjedhje për referendum, për legjitimitet. Edhe unë nga karakteri jam pi atyre që nuk I iki betejave, nuk lë, domethënë delegoj dikën dhe nesër varësisht për rezultatit të nxirrem me atë. Po duket t'ja lë savranit, votuesit, qytetarit ta vendosë për cilën koncept është dhe pretendojmë që jemi në drejt dhe do marrim domethënë mbështetje nga votuesi edhe kësaj radhe, Rishtazi, po jo si I BDI-s, tash dal si I Vlenit. Dhe e dyta, mendoj se Çajiri ka qenë komunë e re me një kryetar të ri, unë kam qenë 27 vjeçar, ku para vetës, pa përvojë shumë institucionale dhe administrative, me 3 enklava si që janë Gazibaba, Serova, Dijoni, me shumë pak mundësi dhe mbështetje nga qeveria, jemi mundu të bëjmë diçka për Çajirin, edhe pse kanë lëviz gjërat, domethënë sepse Çajirin 2005 e kam gjetë me 40% papunësi, sot në mënyrë rapide është rrit numri I shkollimit, pra qoftë në shkollat mesme, qoftë fakultetes, magjistra, doktora. Në mënyrë radikale është rrit domethënë numri I ndërmarrjeve që mirën me ndërtim, me shërbime, me tregti. Sot ka dhe IT kompani, domethënë, pra Çajiri nuk është ai që ka qenë I vitit 2005, dhe duke pas parasysh që kjo qeveri historikisht është qeveria që ma fuqishëm I mbështet komunat, I don komunat dhe e mbështet decentralizimin, mendoj që është mandati I projekteve strategjike për Çajirin. Mendoj se mund ta bëjmë më të mirën për Çajirin. Edhe një pyetje unë, pasi do t'ju jap mundësinë edhe kolegëve të tjerë. Kudo ku shkoj, edhe sidomos çështje diplomatike, po jo vetëm, edhe qytetarët e zakonshëm, jo më larg se mbrëm, kur I provokon për zgjedhjet, ata thonë Izeti do kishte bë më shumë duke qenë në qeveri. A ke rënë në grackën e BDI-s në këtë lojën se ky është referendum, se ti je kryeministri I parë, zëvendës kryeministri I parë, pushteti është më I madh për t'i bërë të gjitha këto gjëra që ju I përmendet, sepse megjithatë komuna e Çajirit është e vogël dhe influencën që të keni, ndikimin që të keni, investimet që do doni t'i bëni, me vizionin që ka qeveria që thoni ju që është e drejtuar nga komunat, përsëri do ta kishit mundur ta bëni. Politikën e bëjnë numrat. Dhe tash u imponu këtu çështja e legjitimitetit, e referendumit, domethënë me drejt apo drejt e pranum këtë sfidë. Dhe mendoj se qytetarët kanë votuar për ndryshim në zgjedhjet parlamentare.
Dhe mendoj që të njëjtët qytetarë do japin shansën Vlenit të ketë edhe zgjedhjet lokale dhe pushtetin lokal, që Vleni bashkë domethënë një herë të ketë qeverinë dhe komunat dhe mandej qytetarin pas 4 viteve apo 3 vite sa ka mbet, ta ketë mundësinë e krahasimit ndërmjet AKI-s edhe Vlenit se sa bën në qeveri dhe sa bën në komuna, domethënë sa janë efektive dhe sa janë të realizueshëm. Ndërsa kjo çështja tjetër, domethënë se individuale është më pak e rëndësishme sepse Vlenin e përcaktë mendoj e shoh si punë ekipore, punë e shumë figurave, shumë kuadrave dhe më pak është e rëndësishme se cili individ për momentin ku është dhe si është. Nazim, fillimisht do ta kisha përgëzuar për fushatën që është shumë e qetë, ferr dhe demokratike në dy anët, jo vetëm e juaja, po fillimisht do doja ta pyesja me qenë se këto ditë shumë akuza ka pas nga opozita dhe nga opinionit, të sqarojmë sa ju akuzojnë se që nga mandati i parë, konkretisht 3 mandate, dhe tani janë pjesa më e madhe e premtimeve të njëjta, duke filluar nga kanalizime, qendra rinore, parkingjet, në Rishtazi, sikur emisioni nderuarit Nazim, janë premtime që kanë filluar nga 2005. Pse tash duhet ju besojnë qytetarët juve pas kaq vitesh, 12 vite në komunë dhe 8 miku juaj Visarganiu? Tash unë e marr një pjesë përgjegjësisë, po aty ato që akuzojnë domethënë kanë përgjegjësi aty se kryetar partie ka qenë Ali Ahmeti, shef shtabi ka qenë Bujari, ministër në shumë resore, domethënë në qeverisje kanë qenë Bujari, Artani dhe kështu tash nuk mund sillen ato sikur s'janë prej këtuit. Domethënë nëse ka diçka të mirë, ne e mbajmë mend se sa fushata i ka qenë zoti Ahmeti me Skënderbeun që kena vendosur në Çajër. U po më edhe teprume ajo, domethënë mos dalim tash se ato s'kan asnjë lloj faje nga drejtim. E para, e dyta, nuk mendoj që faleminderit për fushatën, sepse ka pas ngurime dhe ka pas shqetësime që këtu do ndodh përplasja hataja. Unë kom thonë nëse diçka Vleni ka bo mirë, ka bo që ka sjell konkurrencë në skenën politike shqiptare, në kampusin shqiptar. Ka mundësu që domethënë edhe një gjenerat tjetër domethënë tjetë në pozicione ta dëshmon që mund qeverisin këtë vend, që shqiptarët kanë alternativë. Dhe nëse deri tash i kanë reciklu 50 figura, tash e tutje do kenë 100 figura minimum, domethënë do kenë më shumë përzgjedhje si shqiptar. Dhe ideja ka qenë që në fillim pra që t'jetë një betejë e ashpër, po betejë në program, në ide, në platformë, dhe kjo po dëshmohet, domethënë se prej konkurrencës nuk humbin votues, nuk humbin shqiptarët, nga konkurrenca përfiton votuesi në fund, dhe kjo po dëshmohet edhe gjatë fushatës, që ka një fushatë domethënë shumë më dinamike, shumë më premtuese, shumë më përmbajtësore. E para. E dyta, prioritetet e Çajirit në kalumen kanë qenë ndryshe, sot janë ndryshe. Elaborova domethënë se është bërë analizë shkencore se sa ka qenë shkalla e papunësisë, prej 40% ka rënë në 16%. Shumë pak familje kanë pas të punësuar në administratë, sot ka familje që kanë ka 2-3 në administratë, pra s'ka pas IT as pak, sot ka kompani IT me 10. Ndërmarrjet e ndërtimit që sot janë gjigante, kanë filluar këtë Çajirin e vogël, si rasti Fatmire Temit e shumë tjerë, pra kanë filluar pikërisht në këtë Çajir. Sot ka mbi 1000 ndërmarrje të ndërtimit. Nëse ka pas 500 ndërmarrje tregti dhe shërbim, sot ka 2000 shërbim dhe 2000 tregti, pra Çajiri jeton më mirë. Dhe nëse dikur ka qenë problemi me trafostacionet që rrymë s'ka pas gjatë dimrit, sot mund ta them që komuna e Çajirit është më e avancuar se gjitha komunat shqiptare sa i përket infrastrukturës nëntoksore. Domethënë po diku mbi 90%, 95% është i rregulluar ujësillsi në komunën e Çajirit, mbi 90% është i rregulluar kanalizimi, 48% është i rregulluar rrjeti atmosferik, ndërsa po edhe si hapësirë është e vogël, po edhe tash po punoni te kanalizimet, janë hap gjithandej. Flas domethënë po më përgjithsisht janë të vogla, po investimet janë të mëdha.
Më thonë, për ta rregullu infrastrukturën në toksore në Gazipop, kanë shku mbi 5 milion euro. Flasë, më thonë, çajirin 2005 ne kemi marrë me 10% rrjet atmosferik, sot ka 28%, dërsa mesatarja në shku po 30%. Edhe këtu matemi me cilën do komunë, më thonë, tjetër. Pra flasë, sot çajiri ka prioritete krejtësisht tjera. Pra, ne sot çajir po flasim për qerdhen Bambi, e cila është qerdhja më e madhe dhe më atraktive në Maqedoni. Ka pas 60.000, sot ka 360.000. Kemi vendim qeveria. Është kjo edhe meritë e BDI-s se keni qenë atar bashkë kur ka një ndërtimi. BDI-a duhet përcaktohet tash, a don veç meritat timore, a don veç edhe fajin talan. Nëse i ndajmë, domethënë, edhe të mirat, edhe të këqijat, po, unë kom qenë si kryetar i BDI-s, po, ama ne në çajiri kemi vepru, domethënë, kemi realizu projekte me mundësi që i ka çajiri, shumë cungume. Edhe me ndonjë donacion nga TIKA, nga USAID, po jo nga qeveria, shumë pak nga qeveria. Kryesisht pra imbo me donacionet tuja. Ajo është hera e parë që çajiri po e ndjen dorën e ngrohtë qeverisë. Për 15 muaj në çajiri domethënë janë aloku diku 100 milion euro investime, që historikisht çajiri nuk e njeh këtë punë. Ose ku jemi këtu te qendra tregtare Mavrovka. Domethënë hajde bashkë këtu ta shohim. Kur domethënë është vendosur në një mbledhje qeverie 25 milion euro dedikohen për qarqinë e vjetër. Asnjëherë. Kur cilën mbledhje qeverisë është vendos për universitet në gjuhën shqipe 40 milion euro. Dje ka fillu ndërtimi i kampusit universitar. E kush e bëri atë universitet? Për BDI-ja. Realisht. Ajo qeveri, po pikrisht. Tani doni ti merrni vetëm ju ato. Ajo që ndoshta do të thotë Vedati është edhe ju, edhe BDI-ja, kur vjeni në pozitë për të kritikuar njëri tjetrin, ja përmendni të këqijat njëri tjetrit dhe kur duhet të lavdëroni e përmendni vetëm të mirat njëri tjetrit. Ja do të citoj një qytetar tjetër, më thanë pse i Zeti dhe Bujari nuk ja thoshin këto gjërat kur ishin bashkë, po ja thot tani kur janë veç e veç. Qoftë për të mira, qoftë për të këqija. Edhe kam drejt, domethënë që ta ndajmë këtë. Domethënë themelimin e Universitetit Nën Tereza e kom bo unë të qenë pjesë e BDI-s bashkë me të BDI-s, bashkë me kontributë dhe zoti Ahmeti dhe domethënë Abdulaqim Ademi Indieri, sidomos se ka qenë ministri i arsimit. Për futjen te kazerma domethënë ka kontribut BDI-ja. Me po për ndarje atë tokë që tjetë pranë Universitetit Nën Tereza ka po vleni. Vendimin për 40 milion euro për kampus universitar është ekskluzivisht i vlenit. Hajde të kthehemi domethënë në retrospektiv. Universiteti i Tetovës është bo me gjak, ka viktim dëshmor Abdulselam Eminin, dhe ende s'ka përfundu kampusi universitar i Universitetit të Tetovës. Një mandat është bo, ka fillu konvikti, ka mbaru mandatin tjetër. Një mandat ka fillu një amfiteatr, edhe ka përfundu mandatin tjetër. Mos flas për teatrin Tetov që shkon disa mandate. Unë flas pra për Nën Terezën, pa viktim, pa dëshmor, me vendim qeverie. Se pa është edhe konteksti tjetër ka ndryshuar tani, nuk sepse ta përfundoj, domethënë, nuk ka vendim qeverie 40 milion euro për universitet në gjuhën shqipe më herët. Tash ka. Domethënë dje ka fillu puna, brenda një viti e gjysmë 2, dhe jetë domethënë kampusi më i bukur, më reprezentativ, më përmbajtësor, domethënë në nivel Maqedoni. Dakor. Por domethënë ti ndajmë tash ato të mira dhe Po jo, është korekte ajo që e thatë, që duhet ti pranoni te qytetarët që kemi qenë bashkë, kemi pas të mira dhe kemi pas të këqija. Kurse kur evidentohet vetëm e mira për vete dhe e keqja për tjetrin, krijohet ky konfuzitet e qytetarëve. Pas rast kështu në podcast tash nëse shkojmë te ndërtimet e egra, domethënë në farë mënyrë edhe Skënderbeu ka qenë matëra, Ahmeti si ka pengu kjo. E ka eksploatu deri në fund. Ja, a është tani atëre me që e përmendni, a është tani legal? Legal është. Tani po. Po kur është vendosur nuk ka qenë legal. Ka pas dilema, domethënë është vendosur kemi qenë opozit, pra nuk e ka sjell BDI-ja, ka sjell Çajiri. Se BDI-ja ka qenë opozit atëherë. 2006, 2008 ka qenë opozit, 2007 e kemi sjell. E dim se si e kemi sjell. Çka edhe PD-sha thirret në meritëm natë. Po tash aty ka pas vendime në për këshilla më herët kështu. Ajo është tema më e gjatë. Besoj meriti të shqiptarëve është ajo. Ishte eufori, është eufori. Prekur se hyrin në qaftan, të gjithë e pritën statuja sigur me ardhë Skënderbeu. Vetëm ta mbaroj. Pa i bohu meritat e Çajirit, strukturave të Çajirit. Jo, aty është bërë edhe financimi për Çajirit, edhe rreziku ka qenë i Çajirit. Janë bërë financime edhe nga Likova.
Edhe Për ku? për të Skënderbeu. Ja, tash unë e kum bua atë punë, nuk mund. Dakor. Atëherë pse se kthejmë Skënderbeun ka lot Kërçovës. Deri 45-ën ka qenë Skënderbeun Kërçovë. Mirë dhe Ka tash. fotografi për atë. Po në Kërçovë ke edhe një monument Deri tjetër deri që është bën i madh, megjithatë nëna shqiptare, që është edhe një sinonim. Po, edhe ne kemi, edhe unë kam Edhe kontribut aty. Slupçan për shembull është atje. Dakor, Okej, jo, erdhëm në këtë. Nuk ka bardhëzi, domethënë unë jam për atë për bisedu. Po, bisedojmë shembull, ama nuk ka drejt morale Bujar Osmanit flet për ndërtime tegra kur jeton në shtëpi tegër. Sa është kjo e vërtet? Ja se do ta pyesim edhe atë. A ka dokument që të vërtetohet që Bujar Osmani bën e pyetjen bujarit tuaj e keni. Jo, po sy. Domethënë, a ka dokument që ai shtëpinë e ka jo legale, ose a ka dokument që ku diun, ose ka një vërtetim legal që nuk është legalizuar apo diçka, tash nuk e di. Po nëse legalizohet, domethënë legalizohet ndërtimi i egër, nuk legalizohet ndërtimi me. Domethënë ka qenë ndërtimi i egër, është legalizuar. Tash nuk duhet ta banalizoj, po duhet të thonë nuk ka drejt morale ai të flet për diçka ku jeton me një ndërtim të egër, se është shumë si 400.000 qytetarë në Maqani. Po mirë, përtej Bujar Osmanit, në qoftë se ndërtimet e egra ju i përmendet gjithçka çfarë është bërë në Çajir, edhe ne jemi dëshmitar të asaj që prej kurse u bë komunë dhe çfarë është ndërtuar tani sigurisht që nuk është e njëjta gjë. Është rrjedha, do të kisha thënë unë, e zhvillimit ku ndodh në çdo vend dhe pa diskutim kjo është evidente. Por po aq ka dhe probleme. Njëra nga të cilat ju e përmendët janë ndërtimet pa leje ose ndërtesat e mëdha pa leje, të cilat edhe u shpalosen në opinion. Çfarë do bëhet me këtë situatë? Mendoj se s'ka kur gjatë të jashtëzakonshme, domethënë siç ka në nivel Maqanie, ka mbi 400.000 objekte ndërtime tegra. Gjysma e tyre, më tepër se gjysma kanë qenë derisa kanë qenë në kompetencë të Ministrisë së Transportit. Sa për ta rikthy, domethënë historinë, Dijoni ka qenë lagje e egër që me një kohë të ishin edhe rrëshonska dhe patmëri probleme deri në Beograd. Flas për vitet 90-ta, nuk pa mbas 2005-s. Pra është temë për fushat, është e vërtetë domethënë që një periudhë ka pas një lloj për ta lejuar edhe qytetarën e Çajirit si në për komuna të tjera domethënë të marrin pak frymë, po është koha ku duhet do vendosim rregull të rrept, domethënë se është absolvuar e temë edhe mendoj që tash është koha e respektit maksimal për atë rregulla ligjore. Po këtu është problemi ndoshta për qytetarët, sepse dikush është favorizuar, është leju të ndërtoj, pastaj e ka legalizuar, ndërkohë një qytetar i sotëm, një i ri i sotëm, që ndoshta do mund ta bëjë atë veprim, atë investim ta them, tani do të penalizohet në thojza sepse do duhet i respektoj rregullat, do duhet të pagoj më shumë tatime. Si do të asqaroni këtë qytetarëve? Në atë kohë domethënë nuk ka pas diskriminim, secili qytetar pa më parasysh ngjyrave, bindjeve, domethënë ka shfrytzuar këtë drejt, siç e ka shfrytzuar qytetarët se ato i kemi mësuar për komunave tjera. Karposhi, domethënë balkonet ka filluar, qendra ka filluar, vonë është Çajiri, po ato që i kanë bërë nuk janë ndan pas gjyrave. Edhe tash është koha domethënë për vendos rregull. Gjenur? Mos thuash se pastaj sta dash fjalën. Por absolutisht pajtohem që në komunën e Çajirit është perceptimi i opinionit se mbizotron një kulturë politike mes kandidatëve. Akuzat e ndërsjellura çdo kanë qenë të natyrshme dhe nuk ka ofendime dhe ndoshta është një ndër komunat të vetme ku qytetari vërtet ka opsione se për këtë votoj. Si nga ana përmbajtësore, po ashtu edhe nga ana e kandidatëve, domethënë që tregojnë një farë lloji respekti të ndërsjellë pavarësisht akuzave që i keni. Me jargonin sportiv mund të thuhet që në Çajir zhvillohet një hell klasiko. Edhe në perceptimin e opinionit, po edhe nga jo vetëm nga opinioni shqiptar, po gjithë edhe sytë edhe opinioni maqedonës i ka në Çajir. Thua ti që zgjedhjet lokale këtë herë mbahen vetëm në Çajir. Ose referendumi i gjithë Maqedonisë bëhet në Çajir. Kur ju shkëputët nga BDI, sepse perceptimi ka qenë që Çajiri ka qenë bastioni i BDI-s, ju shkëputët dhe demantuat dhe që nuk ka qenë domethënë dhe që e mundët me 3.000 vota dallim BDI, dhe kjo tregon që
pavarësisht kaosit që mbizotron në Çajër, ju e keni kriju në Çajër një farë lloj kulti që çajirësit nuk ju japin. Domethënë e keni kriju atë lloj termi të sherifit lokal që pavarësisht që në bulevardin Cvetandimov që ju e keni si premtim, mbizotron kaosi vërtet, që nuk ka një gjelpon ku ta vendosësh. Dhe ju e premtoni zgjidhjen e këtij problemi që ndoshta është një ndër problemet kyçe që mund ta deblokojë sadopak Çajirin, që për ndonjë qytetar këtë premtim e ka pasur edhe Visarganiu, nuk e ka realizuar. Ju e premtoni sërish. Pyetja është si do ta bëni, po. Si do ta bëni kur vërtet një gjelpon s'ka ku të vendosë, ne duket për syrin e qytetarët duket fantazi shkencore ky projekt bëhet. Japim mundësi të përgjigjet, pastaj bëjmë pyetje tjera. Vazhdojmë pastaj. Se pastaj ndoshta e eviton përgjigjen. Tash Çajiri ka 340 hektar. Kazer me Linden ka 220 hektar. Pra kur është nda Çajiri, se ku nda unë, është nda 2004, unë jam buk 2005. Edhe tash kjo realiteti. Pse duhet me ju besu juve që do ta zgjedhni këtë? Po aty do të vi, domethënë përmendon, domethënë gjona domethënë që kanë lëviz pozitivisht Çajër. Edhe qytetari i ndjen ato, pa më parasysh fushatave zgjedhore, gjonave të tjera. Qytetari e mban mend çarshinë e vjetër që u shndru në muzej, pas orës 5 ishte e vdekur, e frikshme me kalu. Edhe ka çarshinë e vjetër me 700 dyqane që është kapaciteti vetëm ekonomik në Çajër, që sot edhe në 12 natës është një taksim i çarshisë ose në çfarëdo qendre tjetër. Edhe ne nuk ndalemi këtu. Ne dim ku e ka problemin kryesor çarshia, ka parkingun, edhe për atë në qeveri kemi sjell vendim 25 milion euro për të bërë sheshin Skënderbesi si drejt Skënderbeni në Tiranë. Pra dim ku i dhem, dim ku janë problemet e Çajirit edhe dim t'i zgjidhim ato. Kjo është arsyeja, një prej argumenteve, domethënë pse ka përkraje. Sepse nuk folim për yje, për hanë, domethënë folim tamam problemet që janë, po desha të tëmë. Kjo është hapësira 3.4 km2, 70.000 banor, 100.000 probleme, me pak mundësi, domethënë zhvillimi, edhe për të zhvilluar Çajiri i duhet mbështetje fuqishme e qytetit dhe qeverisë. Siç po i ndodh tash 100 milion euro. Dhe kjo është arsyeja mendoj që ka përkraje. E dyta kur jemi te komunikacioni, domethënë është e vërtetë që kemi premtuar, nuk është imagjinare, nuk është utopike, domethënë ka projekt kryesor për atë, ka leje ndërtimi, ka fillu procesi ekspropriimit, në qytet Shkupit kanë fillu edhe të thirrin palët, edhe parashifet diku 2 deri 3 milion dëm shpërblim për qytetarët që diun mirë të vore. Filluan, domethënë bisedat në qytet Shkup. Ka filluar procesi shpërsimit tonë? Filloi, po mandej kjo puna e kryetarit të qytetit devijoi si për gjithë, po sidomos për Çajirin e bllokoi. Edhe ka mbetë dëm shpërblimi, pra nuk flasim më a ka ide, a ka projekt. Jo, pa hajde ta sqarojmë këtë. Vetëm ta sërej, domethënë, ka projekt i cili kushton 10 milion euro, 7 milion është investimi, 3 milion është dëm shpërblimi. Edhe kjo nuk kupton plus 2 korsi, domethënë, këtë nga njëra anë dhe nga ana tjetër, edhe kjo është e realizueshme, kjo do realizohet sepse domethënë është premtim serioz, dhe është premtim krucial për Çajirin. Kjo është një. Çajirit i duhet, domethënë, duhet ta shohim Çajirin se nuk mund ta shohim vetëm si të izoluar. Çajirin e ndihmon edhe rruga Bosna-Hercegovina dhe Slovenia. Në plan në detal ka edhe vazhdimsi. Pra prej rrugës Bosna-Hercegovina vazhdon rruga Kroacia, që e lidh domethënë Butelin dhe del në Avtokomand, dhe rruga Slovenia del domethënë me Malin e Zi del në Gjorçev Saraj. Dhe domethënë këto më nuk hyjnë në Çajir. Këto që domethënë ato që rrethojnë Çajirin mund të lëvizin prej Avtokomandit deri në Saraj pa hyrë në Çajir. E para, domethënë që janë program, se domethënë e premton edhe kryetari i qytetit edhe i Butelit, edhe i Karposhit edhe i qytetit, mendoj për këtë vazhdimsi. Kjo është zgjidhja e parë, lehtësim komunikacioni. E dyta është Cvetandimovi, rruga e Pashës, për cilën elaborova. E treta pra në plan detaj është rruga John Kennedy të shpërthen në bulevardin Nikola Karev apo rrugën e plastikave, që kalon nëpërmjet domethënë Universitetit Nën Tereza. E katërta është bulevardi i dikush Makedonska Kosovska Brigada, tash është Mitat Frashëri, domethënë edhe aty domethënë ka plan, ka projekt dhe është në prioritetet. Dhe fundit është ndërtohet unas në malin e Gazibabës, domethënë unas rreth malit Gazibabës, që qytetarët e Gazibabës
mos vinë pranë poshtë në rrugën Cvetan Dimov, po mundën nëpërmjet malit me zbrit poshtë në autokomand, që do jetë një shkarkesë sepse Gazipava ka parafisisht diku 20.000 banor. Dhe kjo është në planin general, është në planin detal, ka mirëkuptim domethënë edhe nga kandidati për Gazipava dhe për Gaçair. Bile mund të veprojmë edhe këto ditë që ta lidhim Gazipavën me autokomandën vetëm atë pjesën e parë, jo krejtonazën. Kjo kështu duket fantastike. Të merremi vesh, por dua të ndalem te një detaj që ju thatë edhe ta sqarojmë. Pse do bëhet në atë logjik. Në qoftë se ka filluar puna te Cvetan Dimov, që është arteria kryesore, jo thjesht vetëm për Çairin, por që edhe lidh gjithë atë zonë me Shkupin, për ata që jetojnë në Shkup, besoj këtë e dinë. Ju thatë që kanë filluar shpronësimi, do me thënë dhe kryetarja e ka bllokuar. Do me thënë që ta sqarojmë, kur thoni që shpronësimi është bë, do me thënë janë marrë, ka fillu, nuk ka përfunduar. Janë bo për llogaritjet, janë bo vendimet. Qytetarët kanë rënë dakord, do me thënë do ketë procese gjyqësore. Ka dy mundësi, do me thënë qytetarit i jipat mundësia, që dëm shpërblimi për 30 metra katror që e ka marrë në borë, e dëm shpërblim qytetit kushtimisht azon me një shumë. Qytetari nëse është dakord në shumë kontratën i merr mjetet edhe ajo kalon domethënë. Nëse jo, shkon në gjyq, po në gjyq pritet vendimi për vlerën e dëm shpërblimit, jo a realizohet ajo. Projekti vazhdon. Do me thënë me ligjin me ardhin e kryetarit të ri të Shkupit, besohet kushdo që të jetë, ose i Kisellavodës do jetë, sipas parashikimeve. Edhe më atë kemi dalë te rruga e poshtë se kemi përptu bashkërisht që është pika e parë në programin e kryetarit qytetit dhe kryetarit Çairit. Do me thënë edhe në mënyrë më eksplicite, domethënë që edhe qyteti mos ta bën. Çairi tash domethënë se edhe më herët qeveritë kanë harxhuar 1 miliard euro, po kanë harxhuar për Leonat, për Shkupin 2014. Kjo qeveri harxhon për investime kapitale në komuna. Çairi çdo vjet tash, përveç buxhetit që ka, përveç donacioneve të tjera, ekskluzivisht domethënë ka ekstra 8 milion euro nga kredia hungareze. A projekti kushton 10 milion. Pra vetëm një vit të ndan Çairi mjetet e kredisë hungareze realizon Cvetan Dimovin. Po sikur mos ta ndihmojë qeveria, po ta zëm që nuk e ndihmon as qyteti Shkupit. Në variantën më të keqe domethënë ka variant tret sigurt domethënë që Çairi edhe vetë. Ja pyetjen atëre direkt. Domethënë pra, projekti plan general, është një plan detaj, ka projekt, ka leje, ka fillu eksproprimi. Dakor. Këtë e besojmë sepse në letër gjithmonë ato ekzistojnë, por a mund të premtoni që projekti i parë viziv me që ka filluar do jetë pikërisht Cvetan Dimovi? Vetëm e vërtetoj, domethënë se këtë kam thënë edhe publikisht. Dakor. Nazem do isha kthyer pak te ndërtimet ilegale shtëpite këto. Njëra nga akuzat kryesore që ju bëhet është se Izeti jeton butel. Madje ka nxjerrë një dokument nga kadastra që shtëpia e prindërve tu është në procedurë shitje. Edhe foto e votimit fundit është që votoni në butel. Ku jeton Izet Mëxhiti? Jam i lindur, 48 vjet, i kam domethënë pjesën domethënë tankon jam i Çairit dhe Çairi më njeh si i Çairit. Është lëvizja butel Çair aty është. Për momentin jam Çair. Për momentin Çair. Pa. Çdo me thënë për momentin me adresën me adresën e Çairit, dakor. Pyetja tjetër? Jo. Për ta ezauruar më tej ke shembuj domethënë kryetarëve të tjerë domethënë që kanë jetuar Shkupa, kanë qeverisë komunë Gostivare dikun tjetër. Po mirë që Çair butel edhe nuk ka kufi, nuk e din edhe ku ka kufin ato. Në fakt shembull ato funksionojnë më tepër me Çairin se sa. Në këtë drejtim se më pëlqeve kjo se s'ka kufi. Do lidhem me ndoshta do shkëputem nga kjo, po do lidhem me zgjedhjet në butel. Atje kemi një kandidat shqiptar dhe 2 maqedonas. Janë zgjedhje shumë të rëndësishme. Të dhënat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor thonë se shqiptarët kanë 50.3% të elektoratit votues. Vleni nuk kemi dëgju deri sot, po as juve, se këtë do ta mbështesni. Kemi Darko Kostovskin e VMRO-s, kryetarin aktual, dhe një kandidate të LSDM-s. A mendoni se popullata shqiptare me marrjen e botelit, që nuk përjashton mundësit kur i kemi numrat e votave në tavolinë, duhet zgjerohet pak, duhet të marrë frymë më mirë, apo është një strategji që
dojnë vetëm në Çajër, me qenë se Aqbanor ka vetëm na mbysin atë 3.4 kilometra. Cili është qëndrimi i Vlenit për zgjedhjet në Butel? është simbas informatave që janë, domethënë nuk janë shansat për të fituar kandidat shqiptar edhe këto zgjedhje. Shqiptarët faktorizohen, rriten atje, por nuk ka ardhur momenti për të fituar kandidatë shqiptar, se nuk mund të ketë më shumë shqiptar, por nuk janë me adresa atje, nuk janë me vendbanim atje, nuk janë votues atje. Tash te kjo nuk është problem, mund të bëjmë edhe jashtë politikës ditore, ne do lëm votuesit vetë votojnë, edhe mendoj që shqiptarët e dinë ka votojnë, po nëse do bëjmë politika mbi politikën ditore, atë do të jemi haptosi deri këtu. Ti themi edhe disa gjëra tjera, domethënë a do mbështet BDI-ja kandidatin për Venic, domethënë të Vlenit. Ose pse BDI-ja lejoj që në Kërçov dalin 2 kandidat nga BDI-ja. Domethënë ajo temë duhet pak më gjansisht ta trajtojmë. Po ja, tash 2 kandidat, Kërçova është e rrezikuar, diaspora vjen voton këtu, bëhet vetë BDI-ja kanë zgjedhur 2 kandidat. Pyetja pse i kanë zgjedhur 2 kandidat? Pse për çfarë voton shqiptarë? Po ja një pyetje për ju atëherë në këtë drejtim, duke hequr pak fokusin te zgjedhjet lokale, a mendoni që mund të ndërtohen ura komunikimi për tema përtej politikës ditore, pikërisht për këto çështje? Apo aq shumë është ndarja e madhe që disa herë shpaloset nëpërmjet deklaratave dhe akuzave, saqë tani nuk mund të uleni të zini. Ju kret keni qenë bashkë në këtë kontekst, sidomos ju. Dhe mund qytetarët presin që për këto çështje të ketë një lloj sensi mirëkuptimi, bashkëpunimi, ndërtimi një politike të përbashkët. Domethënë shumë mirë është kjo pasja ides edhe ato që thatë edhe në fillim një përplasje idesh, po kur vinë çështjet për më madhore apo më interesa kombëtare, mendoj që mund të ndërtohet një urë bashkëpunimi apo jo. Patjetër, kur dim bashkëpunim me Partitë Maqedone, domethënë është shumë e logjikshme që duhet të komunikojmë dhe duhet brenda vetes, brenda llojet, si kom për tema kombëtare. Këtu nuk duhet të arsjetohen, po pak e kanë kontaminu skenën politike, kur e shef figura kryesore, domethënë e opozitës shqiptare, i cili deri dje ka luajtur rolin i urti, plaku, tash del me ofendime skandaloze, mendoj që nuk është në shërbim kësaj kauze që e flasim. Pra duhet të përmbahemi disa standardeve, vijave që mos t'i kalojmë ato. Po, kjo edhe përkundër kësaj, momentit që do jetë interesi shqiptar në pyetje, këtu jemi. A do ishi taku me Ali Ahmetin? Për interes kombëtar, po. Kur e përmendet domethënë ato ofendimet skandaloze, duhet të themi që nuk ka munguar edhe ofendimet edhe nga ana e pjesëtarëve të Vlenit në konvent me termin vrasës, që nuk mendoj që ishin të hishme. Nuk mendoj që ishin të hishme edhe fillimi i fushatës zoti Ahmeti me asnjë term, se tingëllonte sikur të fliste zoti Grubi në konvent pavarësisht. Unë desha të komentoj edhe anketën e fundit të IPIS para e publikuar para 4 ditëve, ku ju jeni në përsi 3% para zotit Bujar Osmani, por një fakt tjetër tregon që në këtë anketë komuna ku qytetarët e perceptojnë si korrupsionin më të madh është 20%. Isha në një emision në servisin publik ku i komentuam komunën e Çajirit dhe Manastirit, për shembull në Manastir, perceptimi i qytetarëve për korrupsion lokal është 6%, në komunën e Çajirit është 20%. Sa mendoni që fushata e kryetarës së tanishme Daniela Arsovska që e pati para 4-5 muajve, një fushat gati 2 mujore, ka ndiku në këtë perceptim të qytetarëve, vedati përmendje edhe dukurinë domethënë ndërtimeve pa leje, që qytetarët mendojnë që në pushtetin lokal në Çajër korrupsioni është nivel të 20%. Ndoshta punë fushatës, sepse kur s'pat fushat kur askon, domethënë Daniela Mirë, tani janë komentojmë anketat të mëngjesit. Po jo, antikorrupsioni ka qenë tema, antikorrupsioni ka qenë kryesorja për këtë qeveri, edhe për ju që erdhët në pushtet. Atëherë çfarë do të bëni ju? Dhe sa kjo fushat kërkoi ndjes Nazim, ka ndikuar që megjithatë ja ka prish pak reputacion, imazhin edhe kryetarit aktual, disa organiut.
Sepse ne e dim kur fola më herët për kultin e Izet Mexhitit, realisht edhe kur ka fitu Visar Ganiu para 4 viteve dhe para 8 viteve ka fitu Izet Mexhiti aty. Dhe sa kjo fushat ka ndiku që ju nga pozita keni luftu, me thonë me mishe me shpirt të arrini këtë pozitë që e keni dhe tani po zbrisni në kandidat për kryetar komunët Çajirit, sa janë ato zëra që fliten që edhe anketat e mbrëmshme në koalicionin tuaj kanë treguar që komuna Çajiri duke pas përballë Bujar Osmanin e fiton vetëm Izet Mexhiti dhe asnjë kandidat tjetër dhe keni qenë të detyruar të dilni. Ja te korrupsioni njerëz. Po edhe te korrupsioni patjetër se 20% që ti bëjmë pyetje perceptimi qytetarëve që ka korrupsion në Çajirit. Do isha lidh azim të lutem këtu te korrupsioni që ta ketë më të qartë për shembull. A mendoni se te ky perceptim ndihmon edhe fakti se në Open Finance për shembull të dhënat tregojnë rreth 700 punësuar me kontrata në vepër. Në mesin e tyre ka punonjës që merr pagë 3 paga mesatare dhe merr plus 30.000 dinar në komunë Çajirit. Janë persona që kanë një vend pune. A mendoni se edhe këto kontrata të padëgjuara ndonjëherë për nga numri ndihmojnë në këtë perceptim të korrupsionit, sepse realisht ju akuzojnë se kjo është blerje klasike e votave. 700 kontrata. Hajde ti përgjigjet se 3-4 pyetje. Me perceptimin për korrupsionin Izet Mexhiti është në epërsi. Mirë. Po, korrupsioni është 20% perceptimi qytetar. Tash mbledhni përgjigje. Patjetër. Domethënë e para nuk mund të bazohemi me një anketë se nuk është relative, domethënë është relative. Domethënë dallojnë anketa për anketës. Natyrisht. Mund të ketë një ndikim Daniela se e la krejt qytetin edhe Gati ndihmoi pati antifushat. Ishte në funksion të blerim buxhetit të Ali Ahmetit, se mandej edhe ato shkuan i vërtetoshin fjalët e asaj. Harrojnë që ato ndërtimet tegra kryesisht janë njerëz që sot janë në taburin aty ne. Do thonë nëse vjen momenti do va nxjerrë një nga një emrat. E dyta kur të flasim këtë do të flasim haptazi. E dini çka ka ndodhur me vodnë? E dini që ka 7 euro komunale kanë paguajt ato ndërtesat ekskluzive që shiten ka 3.000 euro metra katror? E di që është dëmtu buxheti i qytetit Shkupit edhe i komunës Qendër me miliona euro për atyre ndërtesave që shifen edhe këtu me dalë për të Mavrovka, njerë kanë hangër malin e vodnës, domethënë e dyta, domethënë po ata kanë mundësinë më shumë domethënë me media me kështu paraqesin se kinse korrupsioni ka ndodhur këndej apo andej. Po jo, nuk e përjashton njëra tjetrën zoti Izet. Një shkelje nuk mund të justifikojë një shkelje tjetër. Nuk thash justifikim, domethënë para se kur të folmi do të folmi haptozi për këtë. Ashtu, po. Po unë flas dash kur do folmi me fakte konkrete, siç tham vodno, ndërtesa domethënë mega ndërtesat, më ekskluzive, më luksuze që shiten më shtrenjtë kanë paguajt 7 euro metrën katror komunale, anë Çajir paguajnë 130 euro metrën katror. Domethënë hajtë shohim atë ku është ajo korrupsion. Se përket prezantimi i ministrit kryetar komunë, mund të jetë prej BDI-s vetëm kandidat me cilin BDI-ja ka qenë lojë në Çajir. Se po mos ish bujari BDI-ja nuk ishte as në lojë. Nëse shohim tash pi anës tjetër. Kjo është e vërtet, po. Kur ato shkojnë duan ta gjejnë figurën e fundit të BDI-s, se ka edhe kështu muhabete që Ali Ahmeti kanë nxjerr bujarin për ta djegë se mund të jetë nesër pretendent për kryetar partie. Atëherë normal që unë nuk do luaj aty në ekipën e parë ta nxjerrim me ekipën e tretë. Më thonë me figurë pa njohshëm ose anonim. Dhe e treta, atë që duhet ta përfundoj, unë nuk jam për ati që i hiki betejës. Do përballje, votuesi është sovrani ai i cili do në fund do jep kush e ka drejt. E ka ai apo ky opsion. Kur jemi te çështja e korrupsionit vetëm, pastaj do të ja fjalën. Në qoftë se ekziston perceptimi dhe në qoftë se e marrim si të mirëqen faktin që Vleni erdhi në pushtet me një naracion antikorrupsion të fuqishëm, dhe duke marrë parasysh atë që edhe tha Vedati pak më herët. Punën e korrupsionit aty mund të ndërtohet jo vetëm për percepcionin qytetar për veprave në komunë, mund të jetë edhe për punës pacientit. Vetëm një investim bujarit që ka bo spitalin ginekologjik, e ka renovuar dhe aty ka vjedh.
Gjykata speciale që u ndërtu në Maqani, që e kemi zonë që është gjykata ma neutrale, e ndërtuar për ndërkombëtarëve, një prej veprave ka qenë vepra pacient për spitalin ginekologjik në Çajër, spitalin e nënave të Çajrit. Pyetja ishte, çfarë do të bëni ju që ky percepcion mos ekzistojë më? Në kuptimin e funksionimit të qytetit, të zyrave, të komunës me gjithë shërbimet që i jep, të jetë një lloj premtimi konkret në këtë kontekst, sepse duam ose nuk duam, antikorrupsioni ishte leitmotivi kryesor që pse Vleni erdhi në pushtet. Do mbetet në prioritetet më të larta, domethënë që të jetë nivelin më të ulët, që domethënë të jetë eliminohet. Një drejta me metodat e reja të digitalizimit, ku pala nuk ka nevojë as të kontakton, dhe këtë mund ta merr listën e pronësisë, dokumentacion e tjera mund t'i merr në mënyrë digjitale, po nuk duhet të harrojmë që të ndërtesa e komunës, domethënë ka edhe institucione tjera. Domethënë është katastra që nuk është ndërkryetari në komunës, është që drejtoria për çështje juridiko-pronësore, që nuk është në libra tam, domethënë po qytetari, domethënë një pjesë e qytetarëve nuk lodhen shumë të ndërtesa e komunës. Po kjo nuk është arsyetim, ne do bëjmë çmos domethënë ato me që janë ndërtesa aty, të jenë ta marrim diellën. Por këto 700 kontratat lutem më mendoni se mirë që më përkujtove se më shumë pyetje. Ka thonë shumë e them që fjalë publike që është e rrejnë e kollume, kuzhinës së BD-s me lajme të rreshme. Do të thonë financian. Mirë, do shumë mbani për fjalë. Patjetër. Domethënë Çajiri nuk ka kapacitet për me mbajtë 700 kontrata. E para maksimumi në Çajir domethënë mund të shkojë 150-200 kontrata. Vis-a-vis komunave tjera që kanë me qindra, nëse do të hym këtë punë, domethënë Gostirvari, edhe Kërçova, edhe Struga, ato, po flas Çajir domethënë as për sa afërmë nuk. Sa janë, e dini si numër? Çajiri ka domethënë e rund standardin europian, domethënë për një banor, një administrator dhe paraprosisht domethënë çash punëtor ka sa duhet me pas. Domethënë e tha me shumë përgjegjësi edhe në krahasim me gjitha komunat tjera, po edhe me komunat shqiptare, Çajiri mund të jetë shembull në këtë drejtim. Dhe nëse duam të hym të kontratat, hajde të hym domethënë te parqet të komuna e Sarajit, te parqet e gjelbrime që bën tash protesta, greva se 3 muaj nuk marrin rrogë se kanë ngarku aty. Ai tim te higjiena komunale ku 80% janë administrator, 20% janë domethënë punëtor krahu, a higjiena komunale ku është logjika të ketë 80% administrator përveç se për të blej vota nga BD-ja. Dhe këto janë fakte. Urnoni domethënë kontrolloni, ka greva atje se s'kan rroga për kontor. Ditëve të fundit, qytetarët atë shumë janë të interesuar, domethënë për garën Çajri, saqë me shumë entuziazëm e presin një përballje televizive mes juve zotëri Osmani sa duket gati e pamundur. Domethënë dua ta di për këtë lojën e ping-pongut që po e bëni. Një retrospektiv. Fillim ju I kërkuat. Ja ku e bëjmë ftesën hapur. Nëse duan mund të vinë këtu, rishtazi të përballen. Fillim ju kërkuat debat. Pastaj zoti Osmani ju tha unë nuk kam çfarë të debatoj me ndërmjetësuesin, po debatoj direktisht me shefin Miskovski. Pastaj ju ja kthyet se mund ta merr pin haraqim duke të bërë atë debat. Kanë të do zotën Ahmeti grupi e qerë. Pastaj ai sërish u ktheu tha le ta merr Miskovskin dhe shihemi kudo. Pastaj përgjigja juaj, në fakt ishte një epizod e para ndërtesës së MTV-s, dua ta di edhe këtë vërtet, cila është e vërteta. Sepse zoti Osmani duke I përgatitur sepse tha ka pasur orar për një debat ku ju nuk keni shku dhe ai doli e bëri një video dhe sqaroi opinionin. Dje e konfirmoi edhe Izeti se dhe keni pas ftesë për MTV. Dhe e fundit ishte që ju pastaj ju kundërpërgjigjët. Dje e thatë. Ja dhe ta thamon tash këtë se si është. Se ju kundërpërgjigjët. Po. Okej. Ju atëherë merrni edhe Mjalkovën dhe Gruevskin edhe shihemi kudo. Po tash do ta kthej. Çfarë epilogu do të merr kjo loje ping-pong? U lodh për me kthy pi Budapest. Për çati ka bëu takimet. Do thonë dëshmis na keni dhënë hala. Që sa e keni premtuar se do sjellim argumente, do sjellim kur do duhet të dalim, po e dim bujari që ka qenë atë. Po më keni thonë dëshmi edhe kit gazetar timi të e pritat. Po një pi dëshmi, po pse I Gruevski ka kufini Dibrës.
keni thonë e ka taku atje. Do të thonë, Por me edhe unë e përgjigjem, do të thonë, edhe në takimin të presidenti Pendarovski, kërkesa e Aliut edhe Artanit edhe Bujarit për ta rikthyer Gruevskin, nuk ka dëshmi, nuk e dini. Dieta e punë, po kur jemi te dueli, do të thonë fillimisht I kërkova duel, që të flasim, do të thonë për platformën, për programin, për vizionin. Ajo përgjigj që unë flas me Mickovskin duke pretenduar që ka dalë për kryeministër, jo për kryetar komune. E para, edhe kjo ish ikje e debatit. E mandej në vazhdimsi ka pas ftesa edhe mediumeve tjera. Telma, 21 mediume, do të thonë lokale, nacionale, për duelle. Edhe ne, edhe unë. Edhe ju, edhe tash me që kjo temë u absolvu, unë tash ai nuk vjen në debat, u deklaru publikisht që nuk dal në duel me Izetin, do dal vetëm me Mickovskin. Edhe unë më të vës, shembull I kam thonë, nuk vi në atje se s'vjen Bujari edhe është anuluar emisioni. Edhe të hanën, do të thonë kur është paraqit Bujari, do të thonë ka marrë informata, vjen Izeti mbrëmje, ka marrë Mehmet Zhaku I kabinetit I është paraqit në VTV, a vjen Izeti, mos rastisht e ka ndru mendin vjen, kur e ka kuptu një muajtora që do të thonë emisioni është anulu, që Izeti nuk shkon, atër ka dalë në 5-12 para MTV-s ka bëhe dram, ka bëhe film. A emisioni anulum, s'ka pas emision aty, edhe këtë mund ta konfirmojnë edhe gazetarët e MTV-s, po që nesër e kom konfirmu në një televizion nacional, zitash mund ta përmendin, në TV21 jam I ftuar, kom konfirmu duelin me Bujarin. Duel. Për balli. Unë do shkoj, do të thonë, ftojnë të televizionin 21, a do vish në emision duel me Bujar Osmanin. Hajde tash ta mbyllim këtë dramë tash që është vjen, nuk vjen ai këto, tash okay, unë do vi, po ai nuk vjen. Edhe brenda mandej mu paraqiten, a vjen për intervistë, se nuk vjen Bujari. Pse nuk vjen, po njerë ta mbyllim temën e MTV-s, tash aty nxirret, e mandej do vi, mund vi te 21. E tash mu më sfiduat për duel, unë e pranova duelin. Do shkoni pavarësisht ta vjen s'vjen? Po, unë do shkoj. Ama nëse s'vjen, tash unë du t'jetë karika e zbrast aty, a nëse nuk e në një karikën, do pa bini karike për jashtë, tash aty. Ajo është simbolike, fakti që nuk është e tregon... Që nëse do një ftoje qëllet na... Po ja, po e bëjmë... Sfidojnë asimi, unë e thamë po, caktoj e terminin, do vi edhe këtu. Dakor, ja ku jemi, do ta bëjmë përpjekje nëse do ishte një nga kënaqësitë e kësaj fushate për vetë faktin që sado që të duket kontradiktore, që 3.4 kilometra të gjithë territorit të Maqedonisë në fakt po ja vën vulën këtyre zgjedhjeve. Kjo është e vërteta. Edhe si redaksi jemi në komunë Çairit. Po, jemi te komuna e Çairit, kështu që do ta reflektojmë në mënyrë të mundshme. Dua në minutat e fundit me Izet Mexhitin të flasim për çështjet përtej politikës të zgjedhjeve lokale, por që ka të bëjë me zgjedhjet, u hap një debat I madh, edhe mund disa zyrtar të vlenit, por edhe të opozitës, por edhe të partive maqedonase, më kanë lënë me dije që ndoshta pavarësisht rezultateve, Maqedonia do ty në një cikël tjetër zgjedhor vitin tjetër që janë zgjedhjet e përgjithshme. Sa ka të vërteta në këto? S'do ketë zgjedhje parakosh. E tha Mickovski këtë si pas gjitha gjasa. Ka thonë, edhe ashtu dhe kështu, unë thamë mënyrë taksative, s'do ketë zgjedhje parakosh. Po këtu jemi për zgjedhje lokale. Dakor, po. Edhe unë duhet, të më thonë, të shfrytëzoj hapësirën, thonë që votën e qytetarit Çairit e kërkoj për probleme lokale, për zgjedhje lokale. Unë dhe më thonë, kom dalë këtu që mund të bëjmë atë mirën kësaj radhe, me mbështetjen dhe më thonë që është në frymën e marrëveshjes së Ohrit, fuqizimit e centralizimit, fuqizimi I komunave, që është rada dhe më thonë për të mbyllë njëre për gjithmonë infrastrukturën nëntoksore, që Çairi të ketë qerdhe si qerdhe e Bambi që kemi po, dhe më thonë edhe 2 tjera kanë kaluar në qeveri, siç është shkolla Kongresi I Manastirit punon me një ndrim, shkolla e re e cila ka qenë dje baraka, sot është me kret nishanat, dhe më thonë 9 shkollat e Çairit do janë me një ndrim, me 2 shkolla të reja që duhet ndërtohen, me një shkollë plus për fëmijë me nevoja të posaçme,
i rrethu me 4 universitete, me 20.000 studenta, qytet studenti, me mundësi të reja, me perspektivë të reja, sa i përket infrastrukturës, domethënë rruga e Pashës, rruga John Kennedy, rruga Mithat Frashëri, plus asaj kemi mundësinë që bashkë me partnerët e qeverisë të bëjmë edhe rrugën Kroacia dhe Malizi dhe qarkorën në Gazibab me komunën e Gazibabës. Është projekt dhe është mandat i projekteve strategjike për Çajirin. Kur jemi këtu në Azim, vetëm desha një pyetje personale. Meqense i përmendet gjitha do t'i bëni. Mund të na thoni shkurt, cili premtimi juaj, cili premtim tuaj në ndjeni si dështimin më të madh që s'keni arrit me bë? Për Çajirin. Nuk ka. Çajirin e ka marrë pa objekt komunës, sot e ka një prej objekteve më të mira të komunës. Pra nuk ka dhe premtim që e kemi premtu dhe kemi dështu. Ndoshta nuk e kemi realizuar deri në fund, për x arsye, po kësaj radhe me këtë mbështetje, me këtë faktorizim Çajirit në zgjedhje, kjo domosdoshmë duhet të reflekton faktorizim edhe pas zgjedhjeve. Faktorizim qeveri, faktorizim buxhet, faktorizim projekte, edhe mendoj se që për një rezime, këto 3 muaj sa është punu në Çajir nuk është punu 50 vite. Ma herët, domethënë, kjo punë që është bërë tash këto 3 muaj ka qenë e mjaftueshme për një mandat. Një mandat kryetari i komunës ka mund del. Pra të ndodhë që bujari edhe do projekte që se nuk është kompetent, nuk e njeh. Ai premton për shëndetësia, nuk haron që komunat nuk kanë asnjë kompetencë për shëndetësi. Premton parkun e Çajirit që është kompetencë qytetit Shkupit. Premton, domethënë, është jo kompetent, apo flas edhe projekte që ai premton për mandatin e ardhshëm, ne realizojmë para se të vim të dita e votimit. I kemi realizuar. E përmendet marrëveshjen e Ohrit dhe komuna e Çajirit. Kjo pak me çallon, nuk është në natyrën time, po ne jemi në fushat, pranohet. Kryetari s'e shoh me kurkon visarin, se ai është kryetar akoma. Është i angazhuar sidomos në pjesën e Çajirit vjetër dhe në fushtapon. E përmendet marrëveshjen e Ohrit, pikërisht komuna e Çajirit është sirje do e marrëveshjes së Ohrit. Duam ose nuk duam, një naracion që dominon në këto zgjedhje është, e thatë edhe juve, referendum, domethënë kalon përtej pak në debatit vetëm për zgjedhje lokale dhe prandaj dua t'ju pyes këtu, a mendoni që kur elementet të marrëveshjes së Ohrit, nga ministrat e qeverisë, nga debati në rritje që disa herë është nacionalist, që në fakt këto zgjedhje tentohet të kalojnë edhe në një debat jo lokal, domethënë jo për çështje lokale. Ajo është nga mospasja e rezultateve, vizionit dhe programit nga opozita shqiptare, sepse ato kur janë në pozitë flasin për agjendën e Gjelbert, flasin që marrëveshja e Ohrit është absolvu, që janë të kry këta punë, dhe kur dolin në opozitë atëherë ndodh hataja, ndodh qameti, pse ja, akuza e madhe flasin për degradim çështjes shqiptare dhe kur i pyet se ku ka degraduar çështja shqiptare, numëroj 1, 2, 3 atëherë ndalen. Domethënë filluan me punësimin e shqiptarëve, ne i sfidum, hajde masim këtë vit vlenit me cilin do vit, domethënë që ka BDI-ja. Nëse ata kanë tejkalu 500-700 punësime për shqiptarët në vit, ne kemi tejkalu 2000. Nëse ato kanë punu deri 2015 pa balansuesin dhe pe 2015 deri në 2023-4 me balansuesin që vetë kanë abroguar në qeveri me mendimet e tyre si ministra, vetë kanë abroguar në gjykatën kushtetuese ku e kanë shumicën, ne e kemi avansuar në ligj për përfaqësim adekuat të shqiptarëve. Nëse kanë çështjen për ligjin e gjuhëve, i cilin nëse i pyet dy aleancat aty thonë kjo është degradim, kjo është ofendim për shqiptarët se lidhet me 20%, kanë pas fushat për 20%, kështu me radhë. Nëse kanë fjalën për ligjin e 20%, pra ne me këto numra, edhe pse se kemi gjykatën kushtetuese, e nxjerrëm për rendet ditës, nuk diskutohet për atë. A është kjo që statusi që respekton gjuha shqipe? Nuk është. Gjuha shqipe duhet ta ketë minimum statusin që ka Serbisja në Kosovë. Nëse du të flasim. Po si do të arrini këtë, ja. Akuza kryesore për jush, nda jush, nga opozita, por edhe një perceptim të qytetarët është që ju nuk i bëni dot ballë nacionalizmi në rritje që VMRO-ja e shpreh. Dhe tani për shkak të kësaj, ata thonë që prandaj merreni me çështje lokale, se s'merreni dot me çështje kombëtare dhe sigurisht ajo që ju sapo thotë. Nëse zbërthejmë frymën e marrëveshjes së Ohrit, nëse dalim te marrëveshja e Ohrit,
Ma shumë kjo qeveri me këtë vëmëro, dhe më thonë, në frimën e marrëveshjes së Ohrit, sepse 1 miliard euro i ndonë për decentralizim, që është shtyllë e marrëveshjes së Ohrit, se sa qeveria Gruevski Ahmeti që i ka ndonë 1 miliard euro për shkupin 2014. Cila është në frimën e marrëveshjes? Me moratorium që është shqiptare ka pas me Gruevskin, nuk ka me Mickovskin. Marrëveshjen e Ohrit, unë nuk mbaj mend që Gruevski ka ardhur në manifestim dhe ka marrë pjesë në manifestim për marrëveshjen e Ohrit, a lema ta udhëheqë seancën zyrtare të qeverisë për marrëveshjen e Ohrit, siç e udhëheq Mickovski, siç e udhëheqi bashkë me mua edhe seancën për ditën e alfabetit. Ka marrë pjesë edhe Gruevski, edhe ka folë edhe shqip, edhe kjo se e kemi ndjekur, po nuk është çështja aty, çështja e sotme është siç thuhet, është ja pra perceptimi është që ju nuk i bëni dot ball këtij nacionalizmi në rritje. Po për shembull hap tema e Badenterit nga një ministër i qeverisë i cili tha duhet të rishikohet. Në fakt shtylla e marrëveshjes së Ohrit është Badenteri apo jo? Ku ka degradu, ja deklarat ministrit. Ku ka degradu? Shembull, ne nëse themi ku ka mungu Badenteri, ka mungu Badenterin në buxhet. Ne si vlen pra kemi arrit prej 1 miliard euro, 300 milion euro ti alokojmë për komunat shqiptare. Kjo mënyrë de facto është Badenter në buxhet, që s'ka qenë kalume. Ka vetëm një kriter, numri i banorëve. Të komunës as fëmijët e ka as merr. Po kjo është pra vullnet politik, nuk është në sistem votimi tani. Unë nuk them që nuk ka ndodhur. Ligji për përfaqësim adekuat nuk është vullnet. Nuk është ligj. S'ka ndodhur 20 vite. Ato çështje e zajruam me atë, po ligji është projekt ligj, nuk është ligj, e pranoi dhe zëvendës kryeministri dhe akoma nuk e kemi parë, po kur ta shohim atëherë do ta diskutojmë. Se këtë na tha vetë në podcast zëvendës kryeministri apo jo. Po. Mirë, unë flas hajde nëse ka degraduar, hajde flasim ku ka degraduar. Domethënë ju nuk shihni tendenca të degradimit. Jo, më tregoni më. Pyesim se 1, 2, 3 ku? Zoti Mexhiti, keni vulat. Shpesh institucionet tentojnë ta degradojnë, është fake lajm, nëse ke për dogon. Po, ishte akuzë. Tjetra është punësime. Një numër i madh i punësimeve ndodhin vetëm te Maqedona. Tani këto janë akuza që thuhen. Te punësimet sfidoj që edhe në këtë emision, le ta zgjedh vitin më të suksesshëm BDI-ja, 20 vite, edhe vitin e Vlenit. Ne kemi punësuar mbi 2000 shqiptar. Si merrni meritet edhe ju të asaj kohë BDI se ju keni qenë. Se tash e kemi bëu më mirë. Atër kemi bëu 700 punësime maksimum, sot kemi bëu 2000. Si është më mirë kur s'është balancuesi, po as ligjës është. Pen 2002 deri 2015, çka ka pas vetat? A ka pas balancues? Zoti Mexhiti më herët e thatë vetë se në çajër ka ndryshuar. Jo, pyetja konkrete, pa punësim në 16. Domethënë ka pas punësime. Ka pas të mira. Absolutisht. Çka ka pas për 2002 deri në 2015? Punësime të jashtëzakonshme. Jo, punësime, a balancues ka pas? Po jo s'ka pas, po është respektu. Ka pas marrëveshje politike. Përfaqësimi i drejtë është pjesë e kushtetutës së Maqedonisë. Si është me marrëveshje politike, partnerëve në qeveri. Po, dhe është pjesë e kushtetutës së Maqedonisë. Po, tash e ka thënë kryeministri Mickovski, tha është pjesë e kushtetutës së Maqedonisë përfaqësimi adekuat. Prej 2002 deri 2015 nuk ka pas as mekanizëm, as balancues. Prej 2015 deri 2024 ka pas balancues, mekanizëm, një statistikor. Nuk ka qenë imponuese, masaj para ka dalë në fund u punësoj ke rreja e kryetarit Butelit, Velimirit, u deklaroi ka si shqiptare e mirë ke vendin e punës. Unë e di se ju pajtoheni se këto abuzimet kanë qenë 0.01% i gjithë. Po sa ka qenë 50% Ma ku është problemi? Jo, s'është problemi askund. Ku ka degraduar? Na thuaj për shembull, shumë konkretisht, nëse e ki fjalën ku mund ta presim ligjin për përfaqësim drejt të vi edhe të mirakoll. Domethënë unë flas, nëse gjendja faktike de facto kemi 2000 punësime të shqiptarëve. Gjendja de facto. De jure. Domethënë de facto jemi në avantazh ndaj BDI-s. Ato kanë bërë maksimumin 700, ne kemi bërë 2000. De jure. Ato kanë pas 2002-2015 kur gjos kanë pas, vetëm marrëveshje ndërmjet partnerëve, mandej kanë pas balancuesin, ne kemi në avancim, domethënë ligjit për përfaqësim adekuat. Ku është degradimi? Duhet vërtetuar këto shifra për të parë se edhe ne vihemi në pozitë të tillë që duhet të shohim. Por gjithsesi akuzat ishin këto. Në fund zoti Mexhiti, ke edhe një pyetje se mos të marr fjalën? Unë vetëm për këtë perceptimin që e thatë që
për shembull te kampi politik maqedonës shihet që Vomoro nuk ka oponencë. Edhe vazhdimisht që nga fillimi i fushatës është marrur vetëm me BDI-n. Dhe ne e dim për shembull se çfarë te ne mendësia është që çdo herë shumica e votuesve votojnë për inat dhe ne veçanërisht se Republikë që edhe në zgjedhjet parlamentare me këtë vokabular kur do me thonë e bënin BDI dhe Vomoro me gurabijat, me keksat e tjerë. Vomoro ka të se urrit për 5-6 deputet. Ndërsa tani e kemi anasjelltas, do me thonë, disi duket sikur Vomoro po ja kthen një farë lloj shërbimi BDI-s, ndërsa vlena është totalisht jashtoje. Vlen do të ishte ajo që do të mirte me BDI-n dhe jo Vomoro. Deshta një koment rreth kësaj për këtë narrativ. Do të Mickoski gati çdo ditë, do me thonë. Mendoj se kohën e fundit jo. Mirë, 2-3 ditët e fundit vetëm. Jo, pak më gjatë, do me thonë edhe pajtohen plotësisht me koordinim, pa koordinim, do me thonë i shërbejnë njëra tjetrës. Do me thonë kur përplasen, do me thonë ajo është defokusimi i popullatës. Do me thonë se edhe ne mund të koordinohemi me Mickovskin, edhe themi tash do përplasemi për tema etnike, do përplasemi. Jo, po ne ju keni qenë edhe, më falni që po ju ndërpres, keni qenë, do me thonë ishim me Vomoron, ku ishit pjesë edhe ju atëherë, do me thonë me Gruevskin, ju edhe sajonit ndonjëherë përplasje për shembull si autoprotestat në Buter për kryqjen e tjerë, ku dinit protestonit para syve të opinionit, kinë se po kundërshoni diçka, ndërsa tash nuk i kemi ato se ime mes, por kemi përplasje, BDI edhe ti lëm të përgjigjet. Do me thonë, ka mund ndodhe edhe tash, me marrëveshje ndërmjet partnerëve, në tema etnike, ku do nxehen gjakrat, edhe ku Mickovski do dalë Maqedoni më i madh, ne do dalë me shqiptarët më të mëdhej, ti fitojmë zgjedhjet, madje ulmi qeveri, edhe i hekurosmi ato dhe vazhdojmë. Kështu ka ndodhur kalumba. Ne mendoj se shqiptarët kanë evolu, edhe politikisht, edhe mendim, edhe din dallojnë zgjedhje parlamentare edhe zgjedhje lokale. Mendoj se kësaj radhe janë zgjedhje lokale, do të thonë edhe nuk ne do përgjigjemi, sikur që u përgjigjem për botën serbe, Stojkovići, kur dulim edhe zbërthim deri në fund e kanë harruar tash, nuk e përmendin botën serbe oponentat BDI-a, se i dul në bor. Do të thonë pritet Daka Davidovići e deri këtu dhe do vazhdojmë. Edhe me përfaqësuesin e Kosit që është në Maqedoni, se si takohet me Arben Taravarin, me Ali Ahmetin, me ato do vazhdojmë me këto. Po ne vetëm si përgjigje, ne nuk duam ta nënçmojmë vetdijen e votuesit shqiptar që nuk ta nënçmojmë se ai nuk din të dallon zgjedhjet lokale për parlamentare. Kur do vinë parlamentarë do flasim për tema parlamentare. Po tash janë zgjedhje lokale, ne si vlen duam vendosim një standard 3, pra siç thatë në çajër ka një përplasje të ideve, programet, rrugët një standard të respektit ndërmjet palëve dhe është pe kësaj domosdoshmë do përfiton çajëri, do përfiton qytetari. Edhe ne jemi fokusuar dhe mendoj që do kemi sukses këtë drejtim, duke elaboruar punën që kemi bërë brenda 15 muajve, punë që janë të bëjë domethënë në komunat, dhe arsyen pse kërkojmë votën për 4 vitet e ardhshme. Ja kërkojmë domethënë që ta ketë infrastrukturën më të mirë, ta ketë shkollën më të mirë, ta ketë qerdhe më të mirë, ta ketë ato. Në momente kur këto nuk kanë tjetër dhe vetëm sulmojnë tema domethënë etnike, do i përgjigjemi si për botën serbe edhe për tjera do përgjigjem. Ju thatë diçka që keni fakte që janë takuar me përfaqësues të Kosit dhe nuk i nxirrni ato ose do t'i lini? Nxirrem. Do dalin tani? Po si që dolën domethënë për bankën serbe, për Alta bankën, se kush është aksionar, kush e ka ndihmuar, kush ka dhënë pëlqim. Një domethënë si për Daka Davidovićin, sikur për kazinot Mozart Admiral, si për shumë çështje tjera që më po dalin që nuk është incident, po është strategji e kësaj çështje. Si për shehollin që e lavdëron deri në qiell Ali Ahmetin edhe mandej përfundon si spioni i Beogradit. Këto janë akuza serioze, pa diskutim, po, a mendoni që do lëkundin skenën politike, sepse përshtypja është që disa herë bëhen pa marrë peshën e duhur akuzat, se kur bëhet një akuzë e tillë që figurat e mëdha politike kanë qenë pjesë e votës serbe ose janë takuar me përfaqësues të Kosit, kjo është një gjë serioze. Nazim, në Maqedoni ka 80 komuna. 79 komuna nuk shkoi, po shkoi të vetëm komunë që e pat BDI të Daka Davidović në tokë serbe malazeze, që ka pasoja mandej, domethënë se është
dore zgjatore e Rusisë, e qarqeve Se tani i njëjti argument do jetë. Është i njëjti argument për shembull se pikërisht atë komunë me donacionin, po. Ose kryqi ose kisha. Edhe mbetet në një narracion të tillë, mbetet si një akuzë për të njollos njëri tjetrin që nuk shkohet deri në fund. Të relativizohet është një donacion, domethënë për një kishë ose një shkollë me bashkëpunim biznesi. Me shitjen tokën më atraktive të tokës. Frika është që ta bëj pyetjen edhe një herë ose frika. Shqetësimi është që këto akuza bëhen vetëm për të njollos, edhe mbeten aty pastaj. Do bëjmë durim derisa të nxirren se janë shumë interesante, akuza shumë të rënda dhe për Alta Bankën, domethënë kemi dalë me fakte konkrete çfarë do. Jo, kjo me Kosin sigurisht që është si të them, një akuzë e re, një moment i ri që do duhet parë si do shkoj më tej. Po, se jemi pothuajse në fund. Gati se në fund thonë që për gjithçka zoti Mexhiti ka në një herë të parë. Jo gjatë karrierës tuaj politike nuk keni humb asnjëherë në çajër. Dhe në këtë anketën që e përmenda më herët, figurojnë 47% të votuesve, megjithëse jeni 3% e përsi, 47% të votuesve që do të dalin në zgjedhje, mirë po ende nuk e di për këtë do votojnë. Dhe unë mendoj që janë një numër goxha i madh që mund të përcaktojnë fituesin. Desha të pyes, domethënë në mënyrë hipotetike, çka nëse në çajër ndodh ajo hera e parë, edhe në 19 tetor 20 Mexhiti do të jetë zakonisht kur një kandidat humb thonë ka qenë fitues moral. Pyetja ime është në 19 tetor 20 Mexhiti do të jetë fitues real apo moral? Real. Real. Real, se nuk është vetëm anketë, domethënë ka edhe 10 anketa tjera, dhe kjo është më optimiste për opozitën, është pikë këtë anketë që e përmend. Tjerat janë shumë. Mund të na tregoni shkurt cilat komuna do t'i fitoni? Si agjencioni Stratum, domethënë që nxjerrë para disa ditëve dhe të fundit është mbi 10%. Sa morale do ishte nëse humni, ja me që ta ndjekim logjikën e hipotetikës, dhe do të ktheheni si zëvendës kryeministër? Më thonë e para nuk mendoj për humbje, i besoj fitoru, se shoh fitoru. Po nëse ndodh, ja si që bo pyetja? Post festum, po dhe mendojmë, po dhe më thonë në bas anketave, në bas terenit, në bas energjisë, mendoj që fitore dhe të thetë. Cilat komuna mendoni se si humbës, zonës kryeministër nuk thetë. Mund na jepni një numër edhe me emra Mas del që i ke për komunat që do t'i fitoni. Se gjithëve imi të jabon atë ta dim që mendon. Mendoj që Vleni do jetë fitues absolut i zgjedhjeve lokale. Shumicën e komunave. Uroj. Në kretë në fund dua t'ju bëj disa pyetje blitz, besoj që edhe regjia do na ndihmoj në këtë çështje. Për një qëllim edhe për ta konkretizuar domethënë gjithë këtë bisedë, dhe filloj me pyetjen e parë. Pse duhet të votojnë për ju qytetarët? Se mund ta bëjmë e një mos mirë të çajirin, e një në esens problemet, e një zgjidhjet, dhe çajirit i duhet mbështetja e fuqishme qytetit Shkupit dhe qeverisë. Si do t'i mbini qytetarët se do ta mbani fjalën? Mendoj që qytetarët na njohin, edhe mua dhe tjerët, dhe e kanë qartë. Cilat janë 3 gjërat e para që do t'i bëni pasi ta merrni detyrën? E para, domethënë, flas për projektet, fokusi është mbi arsimin, rinin, sportin dhe në prioritetet më të larta, domethënë nuk flas për punë më të vogla, kështu që shkoj ditën e parë, që të flas, domethënë, ka kërkesë për këtë urë mbi pazar, për me nuk është në funksion, psikologjia e njerëzit do në rafshta, këtë as në tokë, as mbi tokë. Investimi më i keq. S'kisha thonë, domethënë, po ka qenë donacion, krejtësisht, domethënë. Është pashfrytëzueshme, interesante ajo. Po flas, domethënë, i pashfrytëzueshëm se duan të rafshtë, jam mësuar të ecën rafshta dhe kam problem, domethënë, me ata. Domethënë, me dim pra edhe aty ku nuk funksionon, mendum të bëjmë ascensor kështu të lëvizshëm si shkallë, edhe ajo do të kotë investim, ta njerëzit duan rafshë dhe është në funksion të semafor, ndoshta të vjetë ishte më e thjeshtë. Semafor aty,
Do jetë një prej punëve të para, e dyta pra ai muri në ja e pashë dhe hiqet, sepse do filloj edhe ndërtimi i rrugës së ja e pashës. Universiteti i Nën Tereza veç për ide ka fillu, që e kum pas kështu si lloj prej projekteve më madhore, sepse më vlerësoj që Shkupit më shumë të i duhet shkollimi, edhe prandaj e llogaritë si një prej projekteve më të rëndësishme. Çfarë të vjen në keq që nuk e ke bërë deri më tani? Pa, që se kemi bërë, dhe e bëjmë tash. Pse është më mirë pushteti lokal se sa ai qendrori? Që e thënë njërë, ma mirë i parin nga tonë se sa i fundit në qytet. Po jo, dhe me thonë, këtu ka emocion, realisht, se e kumë provu tash edhe në ekzekutiv edhe në pushtet, edhe pse mundësit janë më të vogla, edhe pse mundësit dhe me thonë janë më të kufizume, po realizimi një projekti në shkollën ku ke mësu, në mahallën ku ke jetu, në lagjen ku je rrit, e ka më ndryshe emocionin se sa një investim në një qytet që ndoshta brenda vitit të vjen një herë me shku ose jo. Po thonë, do votojnë qytetarë sipas bindjeve apo interesit? Ajo është çështje e qytetarëve, unë flas për ne si kandidat duam t'i bindim, po edhe interesit, po në kuptimin pozitiv. Shembull, ne duam ta shohim pra komuna tjetër në shërbim të qytetarëve, du ta ilustroj shembull kur ndërtohet shesh tash parkingu në Toksor për 800 vetura këtu, edhe qytetari që jeton këtu, që ka banesën këtu, menjëherë e percepton ato, rritet vlera e banesës time. Ai tjetër të rritet vlera e dyqanit tim, rritet qiraja, këtë dhe më thonë është edhe interes, dhe më thonë, ose tash jemi në qendrën tregtare Mavrovka, ndërtimi i këtij parkingu do jetë mundësi edhe për revitalizim ringjallje edhe të qendrës tregtare Mavrovka, siç u ringjall Çarshia. Ose ku e bëjmë tash një projekt ashensor për ndërtesat që janë 4-5 kaçe në Çajir. 80 ashensor keni premtuar. Po, 80 ka është 2.5 milion euro investim, që është, po ajo do të thonë ja lehtëson, është interes, ja bën jetën më mirë qytetarit, po dhe dyta nëse do të tashet atë banesë, shembull vlera është krejtësisht tjetër pa ashensor dhe me ashensor. Kështu që nuk e shoh keq bindjen edhe interesin. Votat e Maqedonasve a janë jetike për fitoren tuaj? Këto janë zgjedhje lokale, pra prej viteve 90 deri sot, se dikush do të jep kaje tjetër kësaj pune. Do të thonë prej viteve 90 deri sot, edhe kur ka qenë krye komandanti Ali Ahmeti në qeveri, kur ka qenë qeveri me LSDM-n, votat e LSDM-s kanë shku për kandidatët e PD-s. Kur ka qenë me Nikola Gruevski, votat e VMRO-s kanë shku për kandidatët, edhe ne që kemi qenë kandidatë asit. Nuk është diçka e re kjo. Po do të jem deri në fundi sinqert, ne do fitojmë me votat e shqiptarëve. Ato do jenë vlerë shtume. Pika e dobët e kundërshtarit tuaj. Jo kompetent. Pika më e fortë e kundërshtarit për komunë, nuk flas si mjek, nuk flas si ministër shëndetësie. Ministri i punëve të jashtme, eurointegrimi së shumë resora është çështje tjetër. Pika më e fortë e kundërshtarit tuaj. Djalë i mirë. A do ta pranoni humbjen? Unë se kum shiju humbjen, po nuk jam pjatine, dhe më thonë që kalkuloj ose kamufloj. Dhe më thonë, jam i drejt për drejt. Do t'ja jepni dorën kundërshtarit nëse fiton? Nuk e ka atë në fakt, po në parim po. Dhe mesazhi juaj për votuesit në fund? Votuesin fund, këto janë zgjedhje lokale, duhet ta shef kur del për deret shtëpisë. Te kutia e votimit duhet ta shef si investim për 4 vitet e ardhshme. Investim se cili prej kandidatëve mund t'ia bën infrastrukturën më të mirë, qerdhen më të mirë, shkollën më të mirë, jetën më të mirë. Zoti Izet Mexhiti, se nuk të tira edhe Izet kështu privatisht. Faleminderit shumë për këtë bisedë dhe për këtë podcast. Besoj që sollëm një frymë të re, një moment kështu më të çlirë. Edhe pse rishtazi i diskutojmë temat e njëjta, sepse kjo është politika dhe kjo është jeta. Faleminderit shumë edhe Vedatit, edhe Xhenurit. Këtu do ndajemi bashkë, do të rikthehemi,
Po, do të rikthehemi sërish në ditët në vijim me podcastin e radhës që do të jetë përsëri në fokus të zgjedhjeve lokale. Ndoshta e pranon sfidën. Po, ndoshta në qoftë se jo sfidën, do sillim një intervistë edhe me Bojor Osmanin si pika kulmore e këtyre zgjedhjeve lokale, kështu që besoj se do ta ndjek shikuesi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.